Selam aleikum hoxh. A do t'i shohim profetët nëse jemi prej banorëve të xhennetit? Allahu të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin. Allahu i ruajt edhe ju. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit, ai do të jetë me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët, me të drejtët. Sa shok të mrekullueshëm janë këta. Pra, i bindesh Allahut lartësuar, adhuron të madhin Zot, i zbaton urdhrat e Zotit gjithësisë, beson dhe pason profetin alayhis salam, i zbaton porositë e tij. Ky njeri do të jetë në xhennet me kë? Me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët, me të drejtët. Elusë Allahun e lartësuar që na bëj prej xhenetlive. Amin.